S'kemi kohë për hyrje dalet gjata zonja zotrinj, është një natë speciale sot. Kjo është pjesa e tretë e emisionit, ndërkohë që ju mund ta ndiqni emisionin live në këtë faqen që do të tregoj Ledi në emision, është faqja ime YouTube Zonë Lirë Official. Për qefin tuaj, sapo kanë mbritur në studio Arsejda Gjyli, mirëmbrëma Arsi, faleminderit që mu riktheve, dhe Flogert Muça, Flogert, faleminderit, lexo.rs si shtash. Vazhdojnë lirë kullat të rinë në studio, si shna premtoj zonja zotrinj, edhe pse si traditë ne kemi që kulla është gjithmonë të premteve në pjesën e parë të emisionit dhe pastaj unë të lirë, ndërkohë sot me kërkesën e lexuesve, doni që kulla të vazhdojnë të rinte për të dhënë kontributin e tij lidhur me ngjarjen më të fundit që letet e plas tani në ekran. Në një mënyrë ka përmbysur gjithë skaletën e emisionit kjo ngjarje sot zonja zotrinj, ne mund të mos e bënim më, por nuk ka kuptim mos e bëjmë sepse është një ngjarje që gjuna mos përfitojmë, jemi vetëm ne sot në këto momente në çdo televizion, televizionet e tjera e kanë pushim. Unë kam gjithë jetën 23 vjet që s'bëj asnjëherë fundjavë të plot, bëj vetëm të shtunë diel. Sakrifikon. Po nga ndonjëherë kjo e premtja kur ndodhin ngjarje të mëdha të premtes si punë e kësaj. Po. Ka vlerë apo jo? Ka avantazh. Ka avantazh. Kam thënë ditë xhumaj, nuk është kështu. E xhumaj. Frap të gojimat më çon, të shmendi. Lajmi i fundit ka të kushtetuese Rezon Ramsin. Flogert para se të jap fjalën Arsit dhe Kullës, edhe pse me Kullën forum goxha gjatë për këtë çështje, po ishin momentin që po ndodhte gjëja, që rën lajmi. Të lutem na shpjego, ç'është ky rezultat 4-4? Na shpjegon një fundin, pastaj mund të merremi me pse u zgjat kaq shumë, ç'a dim nga brenda etj. Pse 4-4 Rezon Ramsin? Pse i jep të drejt gjykatës GKK-s, pra gjykatës thuaje gjykatës speciale kundër krimit dhe korrupsionit. Bravo. Pse i jep të drejt kësaj 4-4? Normalisht çdo teleshikuesi na shef tani, thot 4-4 barazim, vëlla fiton asnjëri as tjetri, si në futboll. Pse në këtë rast barazimi është në favor të GKK-s dhe në disfavor të Ramsit? Na shpjegojnë fjalë thjesht ashtu më thënë? Sepse Këshilli i Ministrave kishte kërkuar që vendimin e GKK-s për pezullimin e zëvendës kryeministres dhe ministres energjisë ta pezullonte gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese e kishte të pamundur, sipas saj, të krijonte një shumicë të thjeshtë, pra 5-3, ose 6-2, ose 7-1, ose 8-0, që të rrezonte këtë. Pra gjyqtarët janë ndarë 4-4. Në qoftë se gjykata kushtetuese do kishte ekip të plot prej 9 antarësh, siç duhet jetë, pra i mungon një antar, nuk është zëvendësuar akoma, mund të kishim, por do kishim patjetër një rezultat ndryshe. Do ishin sepse është numër tek. Se është numër tek, se prandaj është e tillë, me numër tek. Tani që s'është numri tek. Tani që nuk është numër tek, shifrat janë totalisht. Tash është numër çift. Tani është numër çift. Dhe pse duhet që 4-4 të jetë në favor të njërit dhe tjetrit? Sepse ai që ka kërkuar rrëzimin e një mase është kryeministri, dhe duhet që shumica e gjyqtarëve, një më shumë, jetë në favorin e. E kuptova. Në momentin që Po që del barazim, as ky nuk e merr, as GKK-ja nuk e merr. Jo, ngelet në fuqi vendimi i GKK-s, pra pretendimi. Pra rikthimi masës i rrezullimit. Pra kush pretendonte të ndryshonte masën? Kryeministri. Po, normal. Duhet shumica e gjykatës, ky është parimi bazë, duhet një më shumë se gjysma për të kthyer një vendim. Këtë një më shumë Rama nuk e mori dot. Kështu që duhet të një gjë tjetër, që precedenti nuk është krijuar. Pra nesër kur të bëhet gjykata, fjala vjen me 9 antar, dhe spaku të kërkoj eventualisht pezullimin e një ministri tjetër ose të kryeministrit, ai e çon sërish në gjykatë kushtetuese dhe mund të ndahet 5-4 në favorin e Ramsit ose në disfavorin e tij, dhe aty pastaj krijohet, pra nuk kemi një vendim sot. Po pra, por të gjitha rastet, edhe po u bë me 9. Vendim ka mos. Kemi një vendim që ndan një herë mirë sharpin nga sheqeri, më kupton? Pra ky është një vendim pa vendim. Janë ndarë në proporcion drejt dy ekipe brenda gjykatës. 4 thonë është okay GKK-ja, 4 thonë nuk është okay GKK-ja. Tani këtë e kanë në një farë mënyrë kanë la duart, si thon llafi. Ramsi me gjithë më falë, Arsi, Ramsi me gjithë pushtetin. Kjo është një super zgjidhje ebraike. Ebraike është. Ta tregoj? Është super zgjidhje. Po me që e the, na drogjë vëmendjen. Ebraike, po? Shkuptim kulla. Shkon ai çdo ditë shtunë e brejnë tjetër që kanë shabatin. Nesër shabat, ka hyrë shabati sot dhe kanë festë e brejt. Po nuk kanë të premten, apo kanë të shtunën, po. Shtunë pra? Të shtunën, po. Edhe të premten kanë muslimat. Edhe i shkon gruaja e njërit rabinit dhe i thot rabinit, Rabin thot burri im
pi alkool, burri im thot është nga ata njerëz që luk bixhoz, nuk vjen shtëpi, kur vjen më rre, etj. Ti si rabin që je thot duhet marrësh dhe ti flasësh thot se po prishin familjen. I thot ai bia ime ke drejt javës që vjen thot do t'i them burrit tënd vi këtu edhe shkon burri pas një jave. Edhe i thot rabini thot merri gruaja jote thot ç'është kjo punë thot po prish familjen. Një t'ju kthy ai burri rabini thot ç'a rabini jeti thot ajo shtëpi se nuk kujdeset për fëmijët, nuk kujdeset për prindit e tjerë thot dhe ti në vend që të më sulmosh mua duhet sulmosh ato thot se ajo po prish familjen. Ky shef dhe i thot birim edhe ti ke drejt thot. Pa merak thot se do flas me të. Ikën ai dhe rabini kishte një djalë të vogël kështu që po mësonte për të bërë rabin. E shefa i thot, "Ore ti thot, pse gënjen thot, ti gjithë ky rabin thot, që nga edhe gënjeshtar." Po pse i thot? Po i thot i the edhe gruas ke drejt edhe burrit ke drejt. E shef ky thot, edhe ti birim ke drejt. Kështu është. Pajtohet me kullën. Zgjidhje ebraike pa parë. Pajtohet me Pra mund kullën. të ketë drejt flogu që thot, përdesa s'janë numër tek, 9 veta, nuk është bërë akoma Për president, jo. momentin unë të thash para se të ashtu që do kemi ndryshime të thella të qeverisë shumë shpejt. Arsi. Pretendimi i qeverisë për ta çuar në gjykatë kushtetuese ka qenë ajo që tha Flogerti që mos krijohej precedencë sa i takon zyrtarëve të lartë. Dhe ky pretendim në gjykatë kushtetuese për zonjën Balluku ka qenë për faktin që ajo mbante 2 funksione ekzekutive përveç funksionit legjislativ në parlament. Dhe në momentin që shkon në gjykatë kushtetuese për të shqyrtuar, ishte për të vetuar precedencën dhe ky vendimi ditës sotme i gjykatës kushtetuese e eviton precedencën, por nga ana tjetër nuk del me një vendim të qartë, që do të thotë sipas edhe mënyrës se si funksionon edhe se si ka pasur procedurat, se si kanë funksionuar procedurat në rastet më parshme, do të ketë një datë tjetër ku do të ketë mbledhje të seancës plenare dhe kjo seancë plenare do të jetë një seancë plenare e veçantë ku të gjithë palët që kanë pretendimet qoftë nga ana ekzekutivit, qoftë nga ana e qeverisë, qoftë nga gjykata, po do të ketë një seancë tjetër, sepse kjo nuk konsiderohet vendim përfundimtar për zonjën Balluku, duke qenë se ka barazim të votave. Që do të Ka thotë, vendim jo, ajo ka rënë sepse zonja ngelet fuqim ajo pezullimi. Ajo ka rënë. Unë mendoj që pas kësaj që ndodhi, Rama nuk do bjerë më në kurthin që të shkojnë në thertoren ku do të vendosin me i vendim me votim, sepse ndryshe atëherë nuk ka asnjë lloj logjike. Ndryshe nuk ka asnjë lloj logjike që ai ka majorancë politike. Po, çështja është që me procedurë duhet ketë dhe një seancë tjetër ku gjykata kushtetuese duhet të dalë me shumicë, sepse nuk ta njeh 4-4 ka përfunduar ka vendime. Ne po themi procedurë, tani se në Shqipëri procedurat shkëlet. E ke shumë gabim. Votimi është shumë i qartë, është 4-4. Ai duhet ta kuptonte kur ra me votimin me Erion Velin, se e la mendja. Do hiqte Erion Velin me votën e partisë dhe Këshillit Bashkiak, ndërkohë që është një person i zgjedhur, dhe hëngri goditjen e parë. Kur çfarë muaj ishte? Tetor. Kur ishte? Veliaj. Ç'është Veliaj në gjykatë kushtetuese? Po, në fillim tetor. Kjo është goditje 2-3 që ha në gjykatë kushtetuese dhe unë nuk besoj që ai për herë 3 shkon në gjykatë kushtetuese. Jo se do ta çojë qeveria, por si procedurë, gjykata kushtetuese. Jo, si procedurë, gjykata kushtetuese. Janë 2 palë. Jo sa të përfundoj si shas. Je i qartë, po pritet të dëgjojmë çfarë thotë. Si procedurë, në momentin kur votimi del barazim votash, duhet të ndërmarrë një seancë plenare të, po themi, sui generis, ta quajmë pra të veçantë. Keni thua sepse është ideja jote apo ke info? Nuk është ide, kam info. Të paktën me aq sa e pash unë tani procedurë në një shpejtësi, flitej që kjo nuk njihet si vendim përfundimtar i gjykatës kushtetuese. Pra, lë në fuqi pezullimin, por duhet që gjykata kushtetuese patjetër të dalë me shumicë votash që të legjitimojë vendimin përfundimtar dhe t'i hapi. Kur është shumë Po tani duhet ta negociojnë ata me njëri tjetrin pra. Duhet ta negociojnë që të dalë do filloj nga e para. Je i bindur për këtë. Je i bindur për këtë. Ngrihet beti. Jo ka përfunduar dhe unë sepse 4-4 do thotë që këta gjyqtarë kanë patur një përplasje shumë fort me njëri tjetrin. Kanë mbaruar 10 orë, 11 orë. Kjo histori për sot ka mbaruar dhe unë mendoj që Edi Rama nuk ka për ta ngrënë më kurthin që të shkojë në thertore me votë gjyqtarë, sepse mund t'i bjerë dhe qeveria. Je i sigurt? Po, të shikupton. Po ç'do bëj Ramsi tani pra? Atëre Floger. Nuk i takon më ekzekutiv. Atëre Floger. Ramsi vëlla, se ja thash kullës që parë, po kulla tha jo, mund të ketë drejt, unë thjesht jam detyruar të bëj pyetje. Më fal. Hipoteza. Ramsi vëlla, kemi një precedent apo jo Arsi? Se është e njëjta pyetje për ty, se me kullën e bizdova që parë.
kemi precedent, Flogert, që Ramsi dha vendimin e kushtetuesës atëherë, që ishte shumë i ngataruar, po çon si ka. Atëherë një jurist shumë i rëndësishëm i këtij vendi më thotë, ky është një vendim dhe pikë. 5-4 apo 9, ky është një vendim gjykata dhe çështja është shqyrtuar. Të më konfirmojnë dhe mua. Po, kjo është. Më nesër, Arsi, bravo i qose ka, pra, të thuash, gjithësi ka menduar një rrugdalje. Po, sepse gjithmonë në drejtsinë shqiptare mendohet një rrugdalje. Dhe mund të ndodhi edhe kjo pista. Po ndodhi kjo Arsi, duhet të bëjmë një big up Arsit pa parë në studio. Ka të është vendim gjykata. Por e të shofim. Jo, ajo që mund të... Mala kulla në mes pyetjem, vlla. Le të manim sot Arsi, që mos rrim te kjo, që mos mërzisim dynjan. Patjetër. Te këto cicmicet juridike. Le të rrim te fakti që tani juridikisht Balluku s'shkon të më zyrë që nga nesër. Jo. Ashtë. Tani vlla, pyetja ime është e thjeshtë. Ramsi ka dhënë prova, është ai që fuqishëm, për arsye që kemi thënë sa herë. Se dim. Dale. Janë dy vendime rreshje, ai po mos të prapër herë të dytë. Ta mbaroj fjalinë se pastaj ti ke gjithë kohën tënde. Të lutem kulla, se e kam me njerëz, të kam me ty. Që me rastin Xhaçka ka krijuar precedens, zotëri. Se ka pjerdur fare gjykata kushtetuese. Jemi dakord? Flogert, Arsi, Kulla, jepi. Ishte Kulla e faxha, po Kulla ka tjetër vendim. Pak kontekstualizim për shqiptar, për njerëzit që na ndjekin për rastin Xhaçka. Po, pra. Gjykata mori, socialistët e çuan në Venecia dhe morën një përgjigje, një opinion, ku i jepte gjysmë drejt opozitës, gjysmë drejt mazhoratë. Bravo, është ajo ebraike i thot Kulla. U kapën pas fijes Barit, që deputetët e kanë të shenjtë votën, mund t'i komandoj njëri dhe ata ashtu duan ashtu voton. Ashtu. Ndërsa rasti që po flas, Ballukut, po, është i një natyre tjetër, sepse Rama e ka njohur si problem pezullimin dhe e ka çuar për zgjedhje tek gjykata kushtetuese, e ka çuar Rama. Po, pra. Dhe gjykata kushtetuese, që Rama e njeh për sa kohë e çon për zgjidhje. Shumë mirë, mori këtë vendim sot. Merr këtë vendim. Në disfavor të tij, të interesave të tij. Tani. Nuk e di a është në disfavor të interesave të tij. Se precedenti nuk është krijuar. Mos harro. Mos harro. Si s'është krijuar? Precedenti nuk është krijuar. Jo, krijohet për që mund pezullohet çdo, jo. Sepse nesër gjykata kushtetuese për Ramsin mund të argumentojë, nëse në rastin e Ballukut pra, po do jetë një lupë permanente. Nuk prishet puna e qeverisë, marrvajtja, në rastin e kryeministrit prishet. Për shembull, ka të vështirë gjykata kushtetuese do mos luan precedent, ti e di shumë mirë. Qartë. E ka shumë të vështirë. Po këtu nuk ka marrë vendim prandaj. Po dëgjoj, Kulla ka drejtu. Po nëse janë 5 ti the që është vendim por sapo e pranoj. Nuk më kupton. Nuk ka marrë vendim, sepse janë ndarë 4-4 dhe thjesht mos marrja e vendimit, pra një vote plus, lënë fuqi atë vendim. Nesër bëhet 5-4 qoftë në disfavor të tij, more. Nuk po them, por ka një gjë që është interesante që duhet presim ta shohim. Varet si do e lexoj Rama këtë vendim gjykatës kushtetuese. Nëse Rama do e lexoj këtë vendim gjykatës kushtetuese, si Arsi për shembull, që prit ta mundem të lutem të lexoj, jo, të lexoj vendimin e gjykatës kushtetuese. 2 pika. Ka 2 argumentime, Po, prit, jo, ke këtu, ke të faqe gjykatës kushtetuese sa më çuan. Jepi. 1. Gjykata kushtetuese për sa më lart vendosi rrëzimin e kërkesës, 2. Heqja e masës pezullimit caktuar vendimin e mbledhjes gjyqtare datës 12/12, pra lëm fuqi pezullimit. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn fuqi në ditën e votimit fletore zyrtare. Momenti që votohet fletore zyrtare, zonja Balluku s'është më zëvendës kryeministër. Ky është vendimi, ja ta çoj që ta kesh. Jo, është në faqen zyrtare, edhe pse argumentimi... Po jo nga nesër, pra, duhet botohet një faqe zyrtare. Po, argumentimi është absurd, më thonë juristët. Kjo është tjetër gjë? Jo, thjesht për... Vendimi është ky. Jo, patjetër, më nuk... Unë s'jam jurist, nuk marr për Nuk diskutohen vendimet e gjykatave, po thjesht argumentimin mund ta trajtojmë me që vendimi nuk kemi ndërmend. Hapësira për diskutim është vetëm që ka dalë 4-4 vendimi. Edhe asnjë hapësirë momentin që edhe ata më thonë që tek argumentimi, edhe ata që janë pro pezullimit, thonë që pezullimi merret në kuvend. Pra, dhe kanë vendosur që ta pezullojnë, japin okej pezullimit, por në fakt pezullimi e thonë dhe vetë që merret vetëm thonë që merret në kuvend. Nga ana tjetër, pezullimi nuk lejohet fare në fakt, nuk shkruhet asgjë kundi. Pra fjala pezullim nuk shkruhet as që e jep parlamenti, as që e jep gjykata. Po pse nuk ishte objekti i kërkesës së Ramsit? Ka një lloj, ka një lloj, ai është objekti i kërkesës së Ramsit,
është si pasoj e kërkesës prokurorisë. Çfarë kërkon pra? Jo e kërkesës prokurorisë, si pasojë e vendimit Vendimi gjykatës, po pra. kërkos, E kemi bërë gjykatën me prokurorinë një ne, se kështu jemi mësuar. Jo, se kemi bërë ne. E kanë bërë këta burrat që janë gojë me 140 vota dhe për 10 vjetë na kanë bërë kokën na. Ja, ta majnë të shë. Por ka një gjë që du ta themi, Çan. Qofse duam, edhe pse është lajmi i fundit dhe është i nxehtë, po ta lexojmë ftohtë, ka një simbolik që mua më duket situat win-win-win. Kjo i tha Kulla pra perl, zgjidhje ebraike. Sepse, jo, po ta shpjegoj për te prindërve dhe nipit që ishte ajo. Me këtë vendim, precedenti nuk krijohet. Zonja Balluku nuk i hiqet mandati nga komisioni, me 9.9%. Tani po bëjmë parashikime. Hiqet mandati do të thënë që nuk e çon fare për të atë votuar. kërkesën që ka bërë Spaku në parlament për mandateve, nuk do i hiqet, sepse do argumentojnë që zotrinj, a nuk e donit në detyrë se prishte provat. Nuk e keni në detyrë. Kjo vazhdon deputete, ju vazhdoni hetime. Po, sepse ajo ka imunitetin e deputetit dhe është normale. Dhe, po pra, ajo... Po, duhet shprehje me vota, ma. Po, me votë do shprehje. E pra, në regull, po, ki parasysh një gjë që janë po këta njerës, po kjo parti, po këta njerës nga dalë. Unë parashikoj nuk që kanë shkarkuar para Arsin e Ballukut dhe deputet të tjerë po nga majoranca, janë burg njerëzit. Nuk më kuptova, Ilir. Mund t'jem, jam dakord, është tjetër gjë që po thuat. Rasti nuk i ngjan më. Unë po them që në këtë Prandaj rast... po them unë ty që Rama do jeti detyruar të mos shkojmë më në thik si në këtë rast, po t'i japin një zgjidhje politike se me zgjidhje juridike, siç tentoi tani me gjykatën kushtetuese, mund gjendet që t'ia rrëzoj gjykata kushtetuese qeverinë. E çfarë do bëjë? Do rrëzoj gjykatën kushtetuese, s'do ndodh për këtë. Me 4, po se bën pra dot. Fjali e fundit. Me 4 aty e ka gjithë legjitimitet. Me 4-4 që ka vendosur sot, duke mos marrë asnjë vendim në kuptimin e vendosjes precedentit, Ramës i ka thënë rriqet, Spakut i ka thënë nuk po ta cënoj imazhin, dhe Ballukut i ka thënë me këtë vendimtimin ti nuk shkon dhe kuvendi nuk kap se të ta lëshoj ty imunitetin, sepse unë po t'japi dorë këtu. Mua më duket më shumë si një situatë fitore e mirë kalkuluar nga, unë them që gjyqtarët një mënyrë kanë bërë politik. Janë gjithë palë. Tani, nëse shikojmë në këtë këndvështrim, i bie që, dhe shikojmë që është win-win-win, ta shikojmë si në biznes, i bie që duhet jesh palë që ti ta çosh çështjen për ta bërë win-win-win. Po s'është ky thelbi i diskutimit. Gjyqtarët mund ta kenë bërë, gjyqtarët mund ta kenë bërë sepse nuk kanë patur guxim që të marrë një vendim të fortë, 5-3 për njërin apo tjetrin. Ore, mua më vjen një kështu i gjykatës, një vendim gjykatës, po nga që është me gërma të vogla shumë. Që thot? Ta çova më brenda. Jo, atë që më çove ti Kulla është më i shkurtër. Mua vjen një gjë shumë e gjatë tani këtu, vëlla, po që po thuj Ledio, s'ta lexoj Ledio. Jo, nuk e, është shumë i gjatë më Kulla, është llaktar më burr. Po që unë nuk e lexoj dot sepse ka gërmat shumë të Okej. Nia, po ja unis dhe juve, që ndoshta kuptoni ndonjë gjë më shumë ose të patën arrini ta lexoni, ku është Arsi? Prit. Ku është Arsi më burr? Ora është, kemi live, zonja zotrinj, ora është 22 e 15 minuta. Nuk e kuptova, no. Qa më the? Njoftim vendimarrje. Ma nisa futë, po e një nisa të zëlëja, po. Janë dy faqe së shumë, është ajo në fund, është ajo që të lexove, rrëzimi kërkesës, heqja masës pezullimit, dhe ky është vendimi përfundimtar, vim fuqi me botimin fletore zyrtare. Mirë pafshim. Nese, interesant do buloja shumë. Tani unë them... Ka mirë pafshim. Është shumë interesante se... Tu ati zotris të shqitani duhet marri vendim politik. Dhe vendimi politik, a e të e merë vetëm a i dhe shtu. Me gjykatën kushtetuese ai sot ka ngrënë disfatën e dytë radhasit. Kush a i? Po flisim për Ramën. Po, qartë. Po, se për të po flasim, sa shtu e këtë titulli. Disfata e parë ishte në tentativën për të shkarkuar Erion Velin. Disfata e dytë është me çështjen Balluku. Ky është favori më i madh i Ramës.
Sepse bie çdo narrativ që Rama kontrollon Unë s'ta kam thënë kur. Unë s'ta kam thënë kur. To janë broshkullat që kanë thënë. Po duke ke thënë ti. To janë broshkullat që kanë thënë këta budallënj të opozitës. Se kam thënë kur. Po Ilir, a e thot gjithë politika këtë? Jo. Po shikon këtë. Po ti nuk i ti e kryetari PD-s Ore zotri, kur. Tetso, unë se kam thënë kur, se po flasun, ti më ndërpreve mua. Bie narrativa tash kjo, bie narrativa Jo, jote. tregoj që bën diferencën pra. Unë se kam thënë kur, për kundra se Çani është dëshmitar që kam thënë komplet gjithmonë të kundërtën. Në fakt është e vërtet kjo. Tani jemi përballë një fakti. Pra po, a tham që flasim me njerëzit, unë po i them Kullës, kam pushtetur që Ilir ke të drejtë, por të gjithë ata që kanë thënë që Ramsi ka gjithë pushtetet këtu, po vërtetohet e kundërta dhe ky mund të jetë nderir që i bëhet Ramës, jo disfavori që i bëhet atë. Unë nuk e di se kush është Çanu Moreika. Ta mbaroj. Unë tani do të lë të lirë. Ta mbaroj. Mbaroj këtu dhe pastaj i lirë. Nëse kemi thënë, 5 live këtë total tani. Nëse kemi thënë që jemi në një moment të delikat politik. Ky është momenti më delikat politik që ka kaluar Shqipëria nga themelimi i reformës së drejtësisë para 10 vjetësh, nga votimi, s'është votuar para 10 vjetësh. Askujt nuk e ka shkuar ndonjëherë mend që shpreha që të them unë ty, kur të përdhunon Kadiu dhe Zoti s'bën ndërmend, që do vim në një pikë të tillë, që del një vendim gjykate, që rrezon qeverin e cila bëhet palë me gjykatën kushtetuese. Kërkon pra qeveria, është herë e parë që qeveria merr një vendim. Kërkon ndim pra. Jo, s'kërkon ndim dhe shkon përballet me gjykatën në gjykatë. Dhe nuk fiton. Del humsesh, herë e parë që ndodh. Pra, precedenti është që krijohet mundësia që njerëzit e zgjedhur, dhe për mua kjo është antidemokratike, por nuk jam unë njeriu që vendos, e kanë vendosur këta me reformën e tyre para 10 vjetësh, që një qeveri të bjerë në gjykatë. Kjo është herë e parë. Nuk është menduar në njëherë kur në historinë 36 vjeçare, se sa u bëm ne, do më thënë, në këtë sistem 35 vjeçare, do më thënë, nga 91-shi, që do të vinte në një moment që gjykata këtu do të shkarkonte qeverinë. Një element. Prandaj është shumë e rëndësishme që ky zotëria nga ky moment e tutje, përveç ato që është mësuar të bëj tweet e Facebook, ato komunikimi mediatik e tjerë, të gjej të marrë një vendim politik çdo bëj nga tani e tutje në raport me ato që quhet pushteti tjetër, i cili nuk varet nga qeveria dhe është pushteti i drejtësisë. Ndaj tash, po të isha në vendin e tij, unë nesër i kërkoja presidentit të shkojnë zgjedhjet parakoshme dhe ta vendosin njerëzit. Sepse ai sot politikisht, pasi ka ngrënë goditjen e dytë në gjykatën kushtetuese, ka ngritur duart. Sepse ki parasysh nuk është goditur një njeri do si do, është goditur numri 2 i qeverisë, de facto për gjithë të kohë ka qenë numri 1 i qeverisë. Dhe a do ta bëj këtë, nuk e di. Si do ta interpretoj, kjo punë nuk ka shumë rëndësi. Çështja është që është gjendur përballë faktit që shejtani shitës dhe fut dot dhe përdhunimit Kadiut nuk ka çati bëj, se ja ku e ka rezultat. Në fakt ky është thelbi kullës, ne do të dëgjojmë Arsin. Po patjetër. Arsi ta jap vetëm një element. Kundërshtoi kullën që se ka një element. Për interpretim që mund të përdoret, gjykata nuk arriti numrin e kërkuar të votave për vendimarrje. Si interpreton të ti Çani? Unë më duke se ishte pyetja ime parë kur të Po prandaj po them, nuk arriti thot numrin e votave për vendimarrje. Kjo lloj qasje qëndron, që do të thotë ne e hedhim në fletore zyrtare, e konsiderojmë vendim të drejtë dhe okej, është i legjitimuar. Çështja është që ti e ke hapësirën për interpretim, sepse thotë sipas parashikimeve të nenit 133.2 të kushtetutës dhe nenit 72.2 ligjit organik. Dhe nëse ti thotë ju referohesh këtyre ligjeve, këtë nuk e konsideron thotë automatikisht vendimarrje sepse e kemi barazi votash. Dhe kjo të jep ty hapësirën për interpretim, se e kapa mirë argumentin ligjor, apo jo? Po kam punu dhe ideja është që këto gjëra i dim tani se si mund të, ne e dim që ligji ka hapësira dhe hapësira boshe të ligjit për të interpretuar, kemi thotë, kjo thotë nuk konsiderohet thotë drejt për drejt vendimarrje, mbështetet thotë në 2 predispozita ligjore. Të thotë qeveria. Patjetër që po, dhe thotë hajde thotë ngrem një seancë jemi në këto momente është perë kjo emision. Analiza kullës konkluzioni ishte brillant. Se është bërë analizë politike, ikëm nga këto cicmicet. Dërsa Arsi thotë që Ramsi po të doj, i futet e kësa rrugë me këto cicmicet. O do bëjtë i thakulla,
që është vendimarrje po politike, bam, zgjedhjet e reja. Po nuk e bën. Hajde vlla nuk e provuam bën. tani dhe për një sekond për tani, se ky është debati, o ti, o Arsi, ky është debati, pra do ndodhi kjo i tha Kulla, apo do merret me këtë? Këtu do marrin vesh ne, ndoshta edhe nesër. Mund ndodhi Tani, më fal Çani, ne qasjen e kryeministrit, ne qasjen e kryeministrit dhe qeverisë, nuk e kemi parë që nuk e bën, nuk tërhiqet dhe nuk bën dorëheqje dhe nuk lë hapësirë për qeveritë. Tani, Ledio, nëse ke mundësi vlla, Po nuk tha qeveri teknike. Shkon zgjedhje me këtë qeveri. Mirë. Kush tha qeveri teknike? The zgjedhjet parakoshme, apo jo? Zgjedhjet parakoshme, vendimi por Shiko, ne referohemi retorikës të opozitës, jo tuajës, më kupton. O zonjë, nuk jam përfaqësues i opozitës unë, se nuk e di ku. Mos u nxjerr me qetësi, me qetësi. Jo, po jam shumë i qetë dhe po ta shpjegoj. Po të lutem, mos u nxjerr, përse muhabet. Gjëja është shumë e thjeshtë. Je përballë kësaj gjëje. Kjo gjë kërkon një përgjigje politike. Cila është përgjigje politike që do bëj? Zdonjoj vendimin e gjykatës. Nuk ka autogol më të madh për një qeveri. Sidomos këto kushte që është ky. Se është e pamundur. Ka vendim gjykate më Kulla. O, vendimi i gjykatës doli. Ka vendim. Nuk është vendim pa vendim. Prit sekond. Është vendim pa vendim. Pafshim, vazhdoni. Se nuk duron debat. Vendimin e Po mirë, nuk bëjmë debat. Po ta thot gjykatës kushtetuese kur thotë Tani edhe ti mos spekulova. s'është vendim. O Kulla, hajde lexoj debatin, hajde. Hajde lexoj vendimin pra që thua ti, kishe drejt. Asa i madh jesh. Me zindënje se ky nuk duron debat fare, valla, ka kohë që do të flasi vetëm. Një sekond. Tani monolog. Jo, po vdes Kulla për këtë gjë valla, nuk kam më nerva, dhe s'ka faj shret jo valla. S'ka faj. Sepse ka treguar prova deri tani që është i saktë. Po diskutuam për këtë çështje tani për çfarë do Po mirë, nuk doaj, edhe kajtë ndonjë shumë bile. Edhe kajtë ndonjë shumë. Jo, ai në Po, rregull se Floget, hajde ulu këtu në vend Kullës, atë lutem, ti jesh drejt me këtë me Arsin. Tani Floget, Ramsi. me Ramsin tash, me Arsin o burr. Jo, nuk është Ramsi. Se kam Ramsin këtu, një sekond. Tani, pse ka Ramsi drejt aty. Kulla dhe edhe ti fatikisht tani spekulove me lezet, siç bën gjithmonë, sepse thot. Dhe Ledio mund ta nxjerrë edhe në ekran këtu mbrapa ta shohin dhe gjithë dynja. Ledio ka veç i fundin. Do të fletorën zyrtare më. Po pra, jo. Këtë më vendimin e Po ma kushtetues. thuaj. Rrëzimin e kërkesës. Për sa më lart, gjykata kushtetuesi vendosi 2 pika. Dgjeni me vëmendje. Ledio mos ta nxjerrë të gjithë, nxjerr vetëm fundin. Jo, hiq edhe këtë, te faqe 2 Ledio do kapësh. Për sa më lart, gjykata kushtetuesi vendosi. Mundohet ma bësh të madhe vetëm atë, jo gjithë të pjesën nuk lexohet gjë. Bravo, kjo është. Shif tani. Bile Ledio më duket se vetë është pak më poshtë. Të kapësh nga ajo për sa më lart gjykata kushtetuese Nuk e vendosi. kap dot. Vazhdojmë këtu ku jemi. Po pse më ka dhe çik më poshtë asaj. Ka dhe një faqe tjetër më poshtë më duket. Jo, Dy ka faqe kaqësh. janë, nuk ka aqësh. Ja ku e ke pra Okej. Atë lexoni pjesën e fundit. Ledio më kap çik pjesën e fundit. Ka vetëm pjesën e fundit nga ajo, për sa më lart gjykata kushtetuese vendosi. Mundohem me një kamerë ta fokusosh atë ndërkohë që unë lexoj. E di që ke të vështirë sepse këto janë kushtet. Këto janë kushtet, po mund ta bësh. Është i madh Ledio, shishit tani është duke bërë cirk. Sepse këto kamera që kemë dispozicione duhet që ti të heq një kamerë nga ju, ta çoj atje, të mos dalu në plan. E kupton, sa gjë e vështirë është dhe jemi live, kujdes, ë. Rrëzimin për sa më lart gjykata kushtetuese vendosi 2 pika. Rrëzimin e kërkesës. Heqjen e masës pezullimit caktuar me vendimin e mbledhjes qytetarëve datës 12/12/2025. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi me botimin e vendimit fletorës zyrtare. Vendimi përfundimtar do të shpallet e arsyetuar brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji kaq e aq, datë kaq e aq. Për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, ndryshuar dhe nga rregulloria procedurore gjyqësore e gjykatës Po, që vërteton që është vendim përfundimtar. Çfarë thua më Arsi? Që vërteton që nuk është vendim përfundimtar. Çani, e lexove, vendimi përfundimtar do të shpallet i arsyetuar brenda afateve ligjore të parashikuara. Po do javi detaje më shumë pra, po jo se do jetë Po këtë se dim ne. Këtë se dim ne do ngelemi në pritje. Jo ka rrezuar kërkesën e Ramës, por e ka rrezuar. Do ma rrezosh Arsin të lutem, se tani Arsi mund të bëj E rrezoj unë, dëgjoj. Që shpjegojmë sa gjëra që janë shumë të thjeshta dhe nuk është nevoja të jesh asnjë lloj ekspert. Po pra. Pra, si që ndodhe në fatë tjetër tani vëlla. Gjykata ka... Janë gjithë para ekranit për të çështje, kupton gjuna. Gjykata ka 9 antar. A morë një qafë këtë histori. Gjykata ka 9 antar. Është 9 për qytetarët, është 9 sepse në çdo rast nuk duhet kishte ngërç që të kishte barazim votash. Pra të kishte vendimarrje me shumë. Atë e than Flogret, mos prit. Futemi pak politikisht tani. Politikisht do futem direkt, por për ta sqaruar edhe një herë se nuk ka nevojë. Mos jo, po është e shëmtuar. Mos Flogret nuk të lejoj. Kuptohet keq kuptim nuk të lejoj. Nuk të lejoj se Kulla nuk keq kuptohet fare valla. Kulla, le se Kulla është special valla. Kulla e dha qendrimin e vet bukur fort. Kundër qendrimit të Kullës.
Jo, tani, s'u da bërë, sa i sësh më këtu. Po kam qëndrimi im bie ndeshme të ripathon unë tani. Po se o burë. Po iku, qa ti bëjmë? Po ashtu i kanë. Unë s'iki kur. Edhe kaj dhe nuk duron do taj. E kupton? Po kundërshtohet zë. Po vra, tani nuk e di unë. To janë... Është, shiko tani, kam përkëdhe rrugët. Ullën e kemi jo, s'ka ullën shumë respekt për ullën për te kësajt. Dëgjo, në qoftë se vendimi do ishte 5-4. E tham tani këtë flogerë. Jam të argumenti tjetër, më burë. 5-3 në disfavor të Ramës, Rama duhet bënte atë që thot Kulla. Kupton? Pra në qoftë se të gjukata... Atëre, këtu e dakord me Arsin ti. Me shumicë të thjesht. Për sa kohë Rama ka argumentin që dhe gjyqtarët nuk e ndanë dot, a duhesh pezulluar apo jo, Ramsi vazhdon atë historinë e tij të karvanit. Ndërkohë që ti më the në fillim fare, që Arjan, ky është vendim në disfavor të Ramsit. A më the në fillim kur erdhe? Të thash që është win-win situation. Mos zotëri, a më the që i bie ajo më pa? Bie kërkesa e Ramës, por mund të lexohet Rama, ta thash. Nuk e pezullon, atëre Rama nuk pranon pezullimin. Dhe i thot asaj vazhdon punë. Ramës që është një tezë. Ramës i intereson kryesisht e para të mos krijohet precedenti. I intereson që t'i thot nesër Spakut te kuvendi atje, që nuk ta jap ballukun vlla. Sepse pezullimin që deshte e ke. Domethënë ndrove mendje ti. Kupton? Si ndrove mendje? Po se si isha me këtë mendje në fillim pra? Në cilën mendje isha, mos nuk keni marrë mend. Jo, e konsiderove vendim, ndoshta e ke thënë nga euforia. 4-4 e konsiderove vendim. Një sekond. Legjitim. Mos ngatëro faktin me analizën. Fakti është që ky vendim rrëzon kërkesën e Ramës, pa diskutim. Jo, fakti dhe analiza janë një, duhet jenë një gjë. Jo, unë e lexoj ndryshe. Kalojmë në hipokrizi. Unë them, po nuk është hipokrizi, më është ti dëgjoj herë analizën se mund të të bëj sens. Ore, dëgjoj, mos bëjmë llafe për të kodë, di pse ofro. Po bëjmë analizë pra. Po nuk është analizë, kjo është analizë juridike vlla. S'është juridike, më është politike. Po do të dëgjosh vllai top. Se fiton Rama them unë, se fiton Bela, pse fiton Spakut. Ma lër të më dëgjoni Çikarianin, por ai sa po. Patjetër. Leta mbledhi me dy fjalë. Okej. Ramsi mund të bëjë gjithçka. Po. Ka mundësi të bëjë gjithçka. Mund të interpretoj kështu si thot Arsi, kështu si thua ti. Jemi në rregull. Nesër mund të thot bile që mua ky vendim pavarësisht se kthen lënë në fuqi pezullimin. Ai mund të thotë që ma bën për rrogat orë. Ja ç'bëjnë këta për rrogë. Prandaj po them, nuk ja vlen të bëjmë këtë bisedë. Mua tani më intereson të kuptojmë politikisht si, prandaj e mbyllim dosjen juridike. Po, i kthehemi politikës. Dhe politikisht. Të lutem, Arsi po vlloj nga ty pastaj Flogerdin. Shpresoj që të mos jeni në një mendje. Sipas teje, politikisht, tani të lutem, zhvishu komplet nga gjithë politikisht. Kulla e dha qëndrimin e tij ishte shumë i qartë, mendimin e tij që ti si mendon? Ramsi do vazhdoj me cicmice juridike derisa të harrijë atë që ai ka në mendje? Pra, do krijojnë ngërçe të tilla, jo po kshu, jo po ashtu, jo po do të çojmë në Venecia këtë vendim në kushtetues, se kjo nuk është vendim i qartë, këtë që the ti që ja këtu jetë Flogerdi 4-4, do të fillojë të bëjë gjëra të tilla. Të futet në një qertull prap kushtetuesja, do të çojë prap do thotë vendosni tamam se nuk është vendo pra. Thosh do fitoj kohë. Apo do marrë një vendim të qartë dhe nuk do merret më me këtë punë. Cili është mendimi jot tani? Parashikimi jot cili është? Analiza? Po, analiza. Si i del më mirë? Parashikimi im është që zoti Rama do ta vazhdoj çështjen. Do vazhdoj cicmice. Do ta vazhdoj me cicmice, do ta çoj deri në fund. Normal. Sepse i bie pastaj dhe ankimimi që është bërë në gjykatë kushtetuese do të ishte një ankimim i cili është bërë thjesht fiktiv dhe nuk do të kishte asnjë lloj vlere në nivel politik dhe institucional. Tani këtu zoti Rama po lufton me një fenomen dhe fenomeni është kundër GKK-s, nuk është kundër gjykatës kushtetuese, që mos ngatrojmë publikun. Këtu fenomeni është që GKK-ja nuk ka kompetencë për të pezulluar një individ i cili ka funksion ekzekutiv. Si u ktheve pra pse se me vendimin e sotëm marra pra? Po ja një sekond. Më fal, vendimin e sotëm i jepet drejt GKK-s pra. Të them këtë, pse Rama do ta vazhdoj. Ti thua ti tani po arsyeton sikur ti ishe Ramsi. Po arsyetoj sikur ti ishe Ramsi, që do të thotë fakti që zonja Balluku pezullohet nga detyra dhe vazhdon ngelet masa e sigurimit në fuqi, Rama do të vazhdoj sërish luftën me ato mjete ligjore që para njëherë më thuaj gjëra si të flasim thjesht për njerëz që po na ndjekin tani dhe nuk janë paq, po na ndjekin live. Të lutem më thuaj një gjë. Ramsi e parë punën njerë, e zbaton këtë vendimin e kushtetuesës nga momenti i del një apo i thotë vazhdo punën Belinda Ballukut. Edhe mund ta bëj.
Mund të vazhdo punën. Mund të mos e pranoj Me pezullimin çfarë arsyetimi kështu publik, po themi, jo ligjor. Tani, ajo duhet parë se është goxha komplekse kjo si çështje, por mund të ketë, të thash, hapësira dhe dispozita ligjore. E quan legjitime që ta bëj apo jo? E quaj legjitime që mund ta bëj sepse apo lufton një precedent, nuk I jep të drejtën organit legjislativ që t'i heqin nga detyra një individ që ka, po themi, pozicionin më të lartë në nivel administrativ dhe ekzekutiv, dhe thot nuk e ka të drejtën, thot, pra GJK-ja dhe SPAK-u dhe gjithë organet e tjera të drejtësisë nuk e kanë të drejtën ta pezullojnë në mënyrë të drejtë pra troç Muhabeti, kjo është komplet si të vëndës kryeministre dhe si... Kjo është I danë është kundër komplet gjykatës kushtetuese, apo jo? Po, dhe... Ska më, bien maskat. Maskat bien. Dhe nëse do të rikthehemi fjalimit të ditës djeshme, që fliste shumë, të zotit Ulsimania, I cili pati një intervistë, të bëri edhe disa deklarata që ishin gati të drejt për drejta qëndrime qeveritare, qofshin qeverisë, qofshin kryeministrit Rama, po edhe të Partisë Socialiste në mënyrë direkt apo indirekt, se si do t'jetë qasja e Partisë Socialiste apo e vetë qeverisë ndaj organeve të drejtësisë. Dhe foli për reformim, mbi reformën, pra kanë kaluar 10 vite tha nga reforma në drejtësi, dhe ka ardhur një moment që tani kjo reform ka nevojë për reformim. Dhe ky është qëndrim drejt për drejti, ka nevojë për reformim. Në farë mënyre vetë rregullim. Ose ndryshe po I quajmë vetë rregullim. Duhet parë që sfida na sjell përpara pas 10 vitesh punë. Po, dhe një nga sfidat është dhe ky rast. Pra. Thot, zonja e ka gabim, më thot Çani, më thot një avokat, që nuk jeton në Shqipëri, është jurist, thot, zonja e ka gabim me gjithë respektin, që thot nuk është vendim përfundimtar. Bashkë me Flogertin, thot. Vendimi është përfundimtar, ati the përfundimtar, e ka për zonjën atëre. Por thjesht sot është shpallur një rezume e vendimit, pra një përmbledhje. Kujdes, thot, cila ka qenë kërkesa e qeverisë? Cila ka qenë kërkesa e qeverisë I drejtori I gjykatës? Pra, ajo kërkesë u rrëzua, qeveria humbi çështjen dhe fitoi GJK-ja. Pra, duhet ekzekutohet urdhri vendimit I GJK-s. Tani. Kjo është thelbi. Tani kemi nga një jurist që jeton jashtë. Çmendet dhe bën atë që thuat. Jemi shumë dakord. Unë do juroja të bënte këtë që them unë. Që mos pyesi fare as gjykatën kushtetuese as gjë dhe të vazhdoj punën, vëlla. Mendoj ndryshe nga Arsi dhe nga ti. Po ja prit sekondaj. Tani më vjen një tjetër gjë këtu nga një burim shumë I lartë zoti Flogert. Na mbytën pra. Po tani pse nuk ka gjë tjetër për vëlla. Nuk ndalojnë. Edhe unë po të isha në shtëpi tani Çani do shikoj se çfarë do shikoj. Nuk ndalojnë. Atje ajo te QR kodi do të çojnë gjë apo? Te QR kodi është mbushur vëlla. Është mbushur. Po presin të lexojmë ne po. Është llaktar QR kodi. Për pjesën e publikimit, po, është qëndron ajo. Domethënë vendimi është përfundimtar, nga fati por jemi tek vendimi 4/4. Ku është skepticizmi im? Ti tani jo skepticizmi jot, jo. Ti thuaj që mund ta kapi, mund ta përdori Ramsi këtë gjë. Patjetër që po, se e kishte edhe në strukturë të vendimit. Akti paraprak informues I vendimarrjes. Shprehet qartë se në rastin konkret gjykata vendosi rrëzimin e kërkesës. Pra, për sa I përket pyetjes fitoi apo jo Ramsi, përgjigjja është nuk ka fituar. Votimi 4/4 I gjykatës kushtetuese I përket interpretimit të dispozitave dhe jo çështje konkrete të sjellën me kërkesë nga kryeministri. Gjykata nuk ka arritur të ndajë nëse duhet krijohet apo jo një precedent duke e lënë kështu interpretimin gjykata të fakteve për ta vlerësuar në bazë të rastit. Ras pas rasti, eksakt. Pra, GJK dhe SPAK mund të vazhdojnë të pezullojnë funksionarë të lashtë shtetëror. Pra, kjo gjë ky vendim në familje ju jep drejt natyrë të vazhdojnë të bëjnë pezullimin, prit. Ajo që nuk është e qartë dhe që do të kuptohet vetëm në vendimin e arsyetuar, është nëse kryeministri ka apo jo kompetencë për ta çuar sërish në GJK një kërkesë për një rast tjetër të ngjashëm. Ajo që është më qetësuese për Ramsin, për Ramën, se Ramsi I them unë, është nëse GJK është shprehur në këtë vendim kundër kompetencës së tij për të kërkuar antikuroshteshmërinë e pezullimit të anëtarëve të Këshillit të Ministrave. Është perë gjitha. Kjo po pra po. Ore, kjo duhet zbardhur vendimi dhe duhet konsultuar. Tani Ramsi si papaxhi I papar që është, le të bëj gati papaxhiun valla. Për ta kuptuar se çfarë bën Ramsi tani në këtë situatë. Papaxhiu zë zotrinj është ai tipi që luante pllakator në vitet 90, pas 90 dhe kemi parë të gjithë ju që jeni mbi moshën mbi po themi 40 vjeç, e mbani mend një personazh që ulej në rrugët në qendër të Tiranës dhe luante pllakator. Pllakatori çfarë është? Luhet me letra Bixhozin duket Flogert? Po, me letra Bixhoz. Ne kemi marrë versionin grek të pllakatorit që quhet papaxhi, se papas domethënë deri maç. Shiko se çfarë bën një mashtrues I niveleve të larta, që nuk duhet të thënë që nuk është vetëm ky toni këtu, po janë gjithandej. Gjithandej. Kanë qenë janë dhe do të jenë kështu. Shikoni se ç'bën papaxhiu që në fund
del gjithmonë i fituar. Unë bastin tjera dhe ai fiton gjithmonë. Papaxhiu. Εδώ το αθώο και τίμιο Μπεχίλη. Φετ βοζέ, μαντάμ εμεσιέρ. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Πού είναι ο παπάς. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε. Εδώ είναι ο παπάς. Χάσατε, μαντάμ. Μάζευε Θανάση. E kuptuat besoj. Atje fakt skarves, nuk ka fare dermaç, ë? Letrat duhet të keni dermaç, atje s'ka fare. Ai thot gjeja ku është derimaç. Këtu derimaç, atje derimaç. Ku është derimaç, gjeja derimaç. Njerëz e shket, hedhin lekët dhe thonë është kjo. Hap letrën ai thot, humbe zonj. Kjo është historia e Ramsesit në Shqipëri. Ti thënë që do bëj. Ore, po dëgjosh Kullën, Kulla ta mbush mendjen ka shumë drejt vlla, se Kulla niset nga caparime që nuk po këtu është ndryshe situata vlla. Këtu spjell Papaxhiu vlla, Papaxhiu këtu ndryshon lojën. Dhe fiton vetë në fund. Dhe unë po t'isha si Papaxhiu, këtu do bëja vlla. Unë Papaxhiu këtu do bëja. Ja, Çani ka një përgjegjësi shumë të madhe në këtë momente që flasim. Një gjë, organet e drejtësisë nuk duhet ta bëjnë Papaxhiu, ëh, domethënë që të jemi të qartë te kjo pika. Ata duhet të jenë shumë të qëndrueshëm ndaj të gjitha presioneve dhe duhet vendimarrja duhet jetë objektive. Te kjo pikë duhet jemi. Tani nëse politika e ka luksin për ta bërë Papaxhiu, drejtësia në Shqipëri sot duhet konsolidohet si drejtësi si temi asnjëanse. Po pra, kjo është pyetja pra. Nuk janë mbushur mendje njerëzve kush ka drejt. Pyetja është, a do ketë këllqe dhe fuqi siç e ka realisht ai? Ju thoni po, unë them jo, pra, mund të argumentoj. Roger të jepi. Tani të futemi politikisht vëlla. Po pra, domethënë Mos jo para këtyre se bëjmë. dorëzohem patjetër. Të vinë ato, rikthehemi pas pak. Ore zomere me asnjë çështje tjetër?